Që kjo për një me është shumë të merë. Sa e pash intervistën, do më thonë që ka marrë pjesë të Kosova Today, të cilët zoti i vraft edhe këta, që thrasin kësi persona të cilët mendojnë sërbisht e flasin shqip. Atëherë nëse dëni me kuptu se pse për ju thëm ju kisha ftu me këshyrë të qëtë video bashk me mu deri në fund. Edhe tash ti e bën me këta edhe me Lisën Serbe. Dje kom thonë Rubikon, duhet me bashkëpunu me Lisën Serbe. Është Partia e Kosovës, sa s'ka vendim gjykate. Çdo moralizim është i gërditshëm. Sinqerisht nuk i e fjallë që ka i thue mo. Pasha zotin e madh, me ofendu nuk e ofendoj, sepse nuk jam njëri që ofendoj. Por i kisha bo thirrje policisë e gjykatës, mu quhe mas pari me mshel këto emisione, pastaj mu quhe me lidh këtë farë qene që po prek në për kësi tema delikate, që mënet me prek familjet e dëshmorëve tonë që kanë dhonë mund e sakrific për me pas në lirin që e kena sët. Ata nuk kanë dhonë jetë që mu quhe qifti i kina farë hamami me folë kësi sene pali, me jo dok normal bashkëpunimi me Lisën Serbe. Zdi qysh mënet me abajt ftyra më në këti farë qenefe me dalë me folë që ka pe bëj qëtë video po më dridhe trupi kur pe komentoj këtë farë. Po të nuk po moj pasha zoti pe e komentue, se po thëm nasha i shet që do video diqyshe mu që të men këva lope. Ky po dalë mu e po mdo këtë që nuk e din që 10.794 shqiptar civil janë vëram prej qytynëve të Listës Serbe. Se ky menon që ato në Lista Serbe nuk ka pas në një që u ka në shtarë e ka ba masakra në Kosovë. Sinqerisht më ka hu për rruga kur pishe këta njerë. Sinqerisht po më vjen marrë me dalë nude. Se ne kanë gërdit këta stërrina. Pasha zotin e madh nuk e di që ka jenë të prit gjykata e policia se më ven. Këto e kisha shtim bërg për jetëshëm që prekun temat delikate.